për të vijuar tani me këto lajme të cilat në fakt rrëmbejnë vëmendjen e të gjithëve. Kemi ndarë këtu në studion e Start momentin kur Sarkozy u dërgua drejt burgut për të vuajtur dënimin e tij, i cili parashikohej të ishte 5 vjet. Megjithatë, kjo nuk ndodhi. Ai shndroi në burg vetëm 2 javë ose ndoshta tek 20 ditë. Tani çfarë do të ndodhë me Sarkozy? Ai në fakt 3 javë pas lirimit nga burgu ka lajmëruar dhe po përgatitet të botoj librin e tij të ri me titull Ditari i një të burgosuri. Libri i përbërë nga 216 fashe do të dalë në treg më 10 dhjetor 2025 përmes një shtëpie botuese franceze, megjithatë 216 fashe të shkruara nga Sarkozy brenda pak ditësh që shndroi në burgim është paksa e frikshme. Memuari rrëfen përvojën e Sarkozy gjatë 20 ditëve që kaloi në qelit e izolimit të burgut Lasante në Paris, ku u dënua për konspiracion kriminal lidhur me financime të palishme nga regjimi libian i Muammar Gaddafit gjatë fushatës presidenciale të vitit 2007. Ai përshkruan kohën e kaluar në burg si një përvojë të veçantë introspektive, duke përshkruar vendin si një ambient ku nuk ka asgjë për të parë dhe asgjë për të bërë. Habitem se në fakt me aq libra sa shkoi Sarkozy në burg, kishte plot për të parë dhe për të bërë, nuk e di nëse i përfundoi ato leximet e librave që kishte marrë, megjithatë kjo mbetet një enigmë dhe mbase enigmë që do ta shuajnë vetëm ata që do të lexojnë librin me 216 fashe, i cili pritet të dalë në treg në 10 dhjetor 2025, pra praktikisht shumë pranë data e publikimit. Libri nuk është një rrëfim legal ose investigativ, por një reflektim personal dhe përshkrim i përditshëm i jetës së tij pas hekurave. Botuesit theksojnë se ky libër është një nga memuaret më të menjëhershme të një ish presidenti që ka kaluar kohën në burg në këtë epokë moderne. Publikimi i librit vjen ndërsa Sarkozy pret apelimin e vendimit të burgimit dhe pritet që të ngjallë patjetër diskutime mbi përvojën personale të ish presidentit dhe ndikimin e dënimeve politike në Francë. Megjithatë, ka pasur nga ata që kanë bërë akoma edhe më gjatë një dënim, po kur të frymëzon, kjo është paktën e mira që mund të konsiderojmë.